Grupi parlamentar I Partisë Socialiste do të mblidhet nesër në Pallatin e Brigatave, ku pritet të diskutohet puna e ministrave dhe çështjet e tjera me rëndësi për qeverisjen. Mbledhja e grupit do të nisë në orën 11 me fjalën e kryesocialistit Edi Rama, ndërsa më pas ministrat do të paraqiten raportet e tyre për fushat që mbulojnë, secili duke pasur 7 minuta kohë. Përveç agjendës së zakonshme, një temë e papritur pritet të dominojë diskutimet, vendimet për fatin e Belinda Ballukut, ndaj së cilës SPA ka kërkuar autorizim për arrestimin. Socialistët kanë dhënë sinjale se masa aktuale e pezullimit nga detyra mjafton për të lejuar hetimet, duke lënë të kuptohet se nuk do të heqin imunitetin e deputetes. Kjo I qëndron në kontrast me kërkesën e Partisë Demokratike, e cila ka paralajmëruar përgatitjen e një raporti paralel që mbështet autorizimin për arrestim. Vendimi për Ballukun do të shpallet nga kuvendi me shumicën socialiste, I cili do duhet të zgjidhë midis raportit të SPAK dhe qëndrimit të partisë së vet. Seanca plenare ku do të merret vendimi pritet të mbahet me 5 ose 12 mars, duke vendosur fatin e kryeministres dhe duke përcaktuar nëse SPAK do të ketë drejtë njëshile për hetimin e saj.